Ende pa u mbyllur procesi zgjedhjeve lokale, kanë nisur spekulimet nëse vendi do të hyjë edhe në një proces tjetër zgjedhor, por kësaj radhe për kuvendin e Kosovës. Pavarësisht gatishmërisë në KQZ, zëdhënësi Valmir Elezi ka pohuar se nëse kjo do të ndodhte dhe vendi do të shkonte në zgjedhje të reja në nivel qendror, do të ishte një sfidë për stafin e këtij institucioni. Organizimi një procesi të ri zgjedhor brenda një periudhe të shkurtër, sigurisht që përbën sfidë për KQZ-n dhe stafin e këtij institucioni, veçanërisht për faktin se jemi ende në fazën aktive të administrimit të zgjedhjeve lokale. Por KQZ, si gjithmonë, do të veprojë në përputhje me mandatin ligjor dhe do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme nëse vendoset përmbajtjen e zgjedhjeve të reja. Zëdhënësi i KQZ-s Elezi ka thënë se aktualisht janë duke u numëruar votat e diasporës dhe votat për kuvende komunale, ndërsa balotazhi për 10 komuna do të mbahet me 9 nëntor. KQZ-ja sipas tij nuk përfshihet në debatin politik me subjekteve politike, por mbetën të përkushtuar për të përmbushur detyrimet kushtetuese. Aktualisht, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i angazhuar në përmbylljen e procesit të zgjedhjeve lokale, përfshirë shpalljen e rezultateve përfundimtare dhe përgatitjet për raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetarët e komunave, në ato komuna ku asnjë kandidat nuk arrin të fitojë 50% plus një vot të numrit të përgjithshëm të votave të vlefshme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk komenton deklaratat politike apo paralemrimin nga liderët politik. Megjithatë, ashtu si çdo herë, KQZ mbetet institucioni i përkushtuar për të përmbushur detyrimet e veta kushtetuese dhe ligjore në çdo moment kur një proces zgjedhor shpallet në mënyrë zyrtare. Kujtojmë se deri me 26 tetor është afati kur mandatari për formimin e qeverisë së re, i dalur nga zgjedhjet të 9 shkurtit 2025, Albin Kurti, duhet të paraqesë kabinetin e tij qeverisës dhe të votohet në kuvend. E nëse kjo nuk arrihet, atëherë vendi mund të shkojë në zgjedhje të reja për nivelin qendror për herë të dytë brenda një viti.